Siç e kam përmendur disa ditë më parë, kemi nisur analizën e thelluar të shenjave shqetësuese të brutalitetit në ushtrimin e pushtetit gjyqësor. Pas dy kulminacioneve shumë të forta, pezullimi antidemokratik i një antari qeverie nga një prokuror dhe një gjykatës me një vendim të shkallës parë dhe tentativa e magjistratëve, gjykatës e prokuror bashk të Shqipërisë për të rritur vetë pagat e tyre duke shqyrë arkën e shtetit, vetë Ali dhe vetë Kadi. Dhe mes tjerash këto ditë kam rilexuar një raport të parë disa kohësh, shkruar nga ekspertë të Këshillit të Evropës, mbi përdorimin brutal dhe masiv të paraburgimit në Shqipëri. Një rekord negativ absolut i drejtësisë shqiptare, që e ka vendosur Shqipërinë në pozicionin më të keq në Europë, po jo thjesht në fund, por me dallim të frikshëm nga rajoni dhe nga pjesa tjetër e Europës po se po. Më lini të ndaj me ju disa pika kyçe të këtij raporti. Spari, përdorim i tepruar dhe kozgjatje e pajustifikuar e paraburgimit. Shqipëria mban një nivel jashtëzakonisht të lartë të personave në paraburgim, me shifra që janë dukshëm shumë larg praktikave të vendeve të Bashkimit Evropian. Gjykatat e zgjasin rëndom masën e paraburgimit pa asnjë arsyetim të individualizuar dhe pa treguar se vazhdimi i kësaj mase mbetet në mënyrë strikte, i domosdoshëm dhe proporcional. Së dyti, cilësia e arsyetimit gjyqësor dhe kontrollit lë shumë për të dëshiruar. Vendimet për paraburgim shpesh bazohen në nocione të paqarta ligjore, në thonjza arsye të rëndësishme, në thonjza rrezik i veçantë, dhe gjykatat kanë tendencën të përdorin formula standarde pa bërë asnjë vlerësim të mirëfillt të çështjes. Raporti thekson kulturën e mangët të arsyetimit të thelluar. Së treti, mungesë dhe zbatimi paqëndrueshëm i masave alternative ndaj paraburgimit. Gjykatësit kanë tendencën ta trajtojnë paraburgimin si opsionin e parë, atë të shumë dëshiruarin, dhe jo si mjetin e fundit, duke i shpërfillur rëndom masat e tjera dhe shtoj duke i mbushur burgjet me më shumë persona të padënuar se sa të dënuar, çka e bën Shqipërinë një vend krejtësisht original në brutalitetin e vetë. Së katërti, mos garantimi i të drejtës së mbrojtjes. Korniza aktuale ende nuk garanton plotësisht aksesin efektiv të avokatit qysh në fazat më të hershme të procedimit. Disponimi materialeve të çështjes mund vonohet dhe mungon regjistrimi sistematik audio-video i marrjes në pyetje. Gjithë këto para, gjithë këto fonde të dhëna në mbështetje të reformës në drejtësi dhe të institucionit drejtësisë, dhe sot e gjithë ditën merren në pyetje njerëzit pa video, pa audio. Pikpyetje shumë e madhe kjo. Dhe kjo, thot raporti, e dobëson aftësinë e mbrojtjes për të sfiduar ligjshmërinë e paraburgimit dhe për mbajtjen e akuzës. Dhe së fundi, nga pikat që unë kam nxjerrë, raporti është rrënqethës, po të kesh parasysh dhe që është shkruar me gjuhën shumë diplomatike të Këshillit të Evropës. Dimensioni strukturor dhe kulturor, edhe pse korniza ligjore shqiptare është në përputhjet përgjithsisht me standarde europiane në letër, vazhdojnë të jenë të pranishme prirjet për ta supozuar nevojën për paraburgim
në vend të supozimit në favor të lirisë. Dhe mungon praktika e zbatimit të masave proporcionale dhe të arsyetuara në mënyrë individuale. Kërkohet një ndryshim strategjik, përfshirë përcaktime më të qarta ligjore, kontroll më i fortë nga gjykata dhe apeli dhe një sistem funksional i masave alternative. Kalojmë tek shënimi tjetër, do kemi shumë kohë përpara për të folur për të gjitha këto.